Aktori i njohur Julian Deda ka reaguar ashpër lidhur me dinamikat e fundit brenda e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 5, duke u ndalur te një situatë që ka vënë në dyshim vërtetësinë e Selinës. Përmes një videoje përmbledh se me 3 momente kyçe Juli ka treguar se si finalistja ka rënë në kontradikt me veten. Përplasja e versioneve, çfarë tha Selin? Në qendër të debatit është një koment i Selin lidhur me Mirin dhe Nikol. Juli ka ballafaquar deklaratat e Selinës në 3 kohë të ndryshme. Mohimi para Rogertit. Selin dëgjohet i thot Rogertit se akuzat që Miri i ka bërë janë të pavërteta. S'është as pak e vërtet që unë i kam thënë atij se je mirë me 23 vjeçaret. Shprehet ajo. Pranimi para Brikenës. Në një tjetër moment, videoja tregon Selinën duke i rrëfyer Brikenës bisedën me Nikol. I thash Mirit të tërheq mosha ty 23 vjeç dhe ke qefti nga cmosh. Përplasja me Mirin, kur Miri ja kujton momentin te Lavamani, ku ajo i kishte thënë sa Miri shkon muhabeti me 23 vjeçaret, Selin dëgjohet duke e kundërshtuar me forcë se kam thënë kur. Reagimi i Dedës. Selin po, e ke thënë. Pas këtyre pamjeve që flasin vetë, Juli nuk ka kursyer kritikat për mungesën e vigjilencës dhe memorjes së Selinës në lojë. Ai ka theksuar se mbajtja mend e fjalëve të veta është thelbësore për të mbijetuar dhe për të qenë i besueshëm në atë shtëpi. Ju kam thënë që në fillim se një nga armët më të forta të një banori në Big Brother VIP është të mbash mend mirë se çfarë ke thënë, çfarë kanë thënë për ty dhe për njëri tjetrin, por Selin se mban mend. Por po, Selin e ke thënë, thot Juli. Me këtë postim, Juli ka mbajtur hapur anën e Mirit në këtë debat, duke argumentuar se këngëtari ka pasur të drejtë në pretendimet e tij, ndërsa Selin ka harruar versionin e saj të parë, duke u shfaqur e pasigurt përballë arkivës së pamjeve që jashtë nuk falin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.